akuzon krerët e sindikatave se marrin rrogat majme, ndërsa nuk u intereson fati punëtorëve. Pas incidentit në Kumanov, bëhet thirrje për t'i dhënë fund fyerjeve me baza kombëtare. Pas tragjedisë në Koçan, BDI kërkon qeverisë të sqarojë lidhjet me kompaninë e sigurisë Rubicon. Sulmet izraelite në Gaza vazhdojnë edhe në ditën e dytë të Fitr Bajramit. Përshëndetje të nderuar shikues, jemi bashkë me edicionin e orës 15:55 në televizionin Shenja. VMRO DPMN ka vazhduar akuzat ndaj sindikalistëve. Nga partia në pushtet kanë akuzuar se krerët e sindikatave marrin rroga të majme dhe nuk u intereson punëtori, por u interesojnë të ardhurat e tyre milionshë dhe i shërbejnë opozitës. Ndërkaq, kreu i lidhjes së sindikatave të Maqedonisë, Slobodan Trendafilov, i cili ka paralajmëruar protesta për më 2 prill, është prononcuar sërish se sot sindikalistët luftojnë që paga minimale të rritet në 500 euro. Sindikatat nuk janë të kënaqura me rritjen e fundit që ka bërë qeveria dhe pakënaqësinë e tyre do ta shprehin edhe në formë të protestës që do të mbahet të mërkurën në Shkup. Në prag të protestave të paralajmëruara nga ana e lidhjes së sindikatave të Maqedonisë, partia në pushtet VMRO DPMN ka vazhduar akuzat ndaj sindikalistëve. Sindikatat morën vendim që më 2 prill të dalin në protesta pas vendimit të qeverisë për rritjen e pagës minimale, ku nuk u pranuan kërkesat e sindikalistëve, por nga VMRO akuzuan se kryetari dhe nënkryetari i lidhjes së sindikatave të Maqedonisë, Slobodan Trendafilov dhe Ivan Peshev, si dhe Tërpe Deanovski nga sindikata e punonjësve të administratës, organeve gjyqësore dhe shoqatave të qytetarëve, janë dorë zgjatur e LSDM-s, BDI-s dhe Levicës dhe kanë të ardhura rreth 5.000 euro. Prandaj sipas tyre, punëtorët nuk kanë përfaqësues të besueshëm, pasi sindikalistët nuk janë të shqetësuar për punëtorët dhe i shërbejnë opozitës. Sindikalistëve me bateri nuk u intereson punëtori, por u intereson të ardhurat e tyre milionshë, të cilat i marrin në formë të pagës dhe shtesave të tjera. Këto sindikalistë rrem punojnë vetëm në drejtim të opozitës, ndërsa dëshmi për këtë është heqtja e tyre. Pyetja është pse Peshevski në kohën e qeverisë së kaluar, për të cilën ai vetë thotë se ka rritur koston e jetesës për 200 euro në një vit nga 2023 në 2024, nuk ka dalë në protestë dhe pastaj nuk ka kërkuar nga të njëjtët që i mbrojnë sot të arrisin pagën minimale për 200 euro. Pse atë LSM e udhëhequr nga Trendafilov nuk bëri thirrje për protesta, por thjesht heqti me mençuri. Pas këtyre akuzave, kryetari i LSM Slobodan Trendafilov ka postuar një reagim në profilin e tij në Facebook, ku mes tjerash ka thënë se sulmi ndaj një punëtori është sulm për të gjithë punëtorët. LSM kërkon dhe lufton për 500 euro pagë minimale dhe rritje të pagave të tjera me 100 euro, dhe kjo qenë ka manipulimi punëtorëve, ndërsa mbajtja penge punëtorëve në varfëri është një strategji e mirë PR-i. Nëse lexoni reagimet në rrjetet sociale, njësoj si lexoni njoftimet e partive, do të shihni realitetin, por keni syze ngjyrë roz. Paga minimale për vitin 2025 do të rritet për 2.685 denar bruto ose për 1.812 denar neto. Paraprakisht sindikata dolen me propozim për përcaktimin e pagës minimale në përputhje me ligjin, por edhe marrjen e vendimit me të cilin do të rritet paga minimale për 6.000 denar shtesë. Kjo do të sjellë rritje edhe të pagave të tjera, por qeveria nuk e pranoi këtë propozim. Sot ka pasur disa reagime pas incidentit të mbrëmshëm në një ndeshje basketbolli në Kumanov, ku tifozët Maqedonas bën thirrje nacionaliste kundër shqiptarëve. Klubi i basketbollit Klubi nga Çairi ka cilësuar këtë sjellje të turpshme dhe u ka bërë thirrje organeve kompetente që të ndërmarrin masa të menjëhershme. Ka reaguar edhe zëvendës Ministria e Sportit Safie Sadiki Shaini, e cila i ka kërkuar Federatës së Basketbollit dhe institucioneve përkatëse që të analizojnë me seriozitet këtë rast.
Mërtav shqiptar kështu ngjyros autobusi me të cilin udhëtuan lojtarët e klubit të basketbollit Çair 2030 në Kumanov, të cilët do të zhvillonin ndeshjen e radhës në kuadër të Ligës së Parë të Maqedonisë së Veriut kundër klubit basketbollist të Kumanovës në Transfert. Por jo vetëm kaq, takimi u zhvillua në një atmosferë të tensionuar ku dëgjuan sharje dhe fyerje me përmbajtje etnike të papranueshme në çdo fushë, e sidomos në sport. Si pasojë e fyerjeve dhe sharjeve në baza etnike nga ana e delegatit, u dha urdhër që salla të zbrazet menjëherë. Mirëpo situata eskaloi edhe jashtë parketit, ku pas përfundimit të ndeshjes, tifozët e ekipit të Kumanovës tentuan të vandalizojnë autobusin e klubit shqiptar, duke lënë edhe mbishkrime me përmbajtje nacionaliste dhe fyese. KB Çair 2030 dënon ashpër këtë sjellje të turpshme dhe antishteterore. Sporti është vendi i respektit, rivalitetit të shëndetshëm dhe bashkimit, e jo i urrëties dhe vandalizmit. U bë më thirrje organeve kompetente që të ndërmarrin masa të menjëhershme dhe të hetojnë këtë incident, në mënyrë që akte të tilla të mos përsëriten më në arenat tona sportive. Për këtë incident ka reaguar edhe zëvendës ministrja e sportit Safie Sadiki Shahini. Përmes një reagimi në Facebook, ajo thotë se dënon çdo formë të sjelljes diskriminuese dhe provokimeve që cënojnë sigurinë dhe dinjitetin e sportistëve, trajnerëve dhe tifozëve. Kërkoj nga Federata e Basketbollit dhe institucionet përkatëse që ta analizojnë me seriozitet këtë rast dhe të marrin masa konkrete për të garantuar që çdo sportist të ndihet i sigurt dhe i respektuar, pavarësisht prej ardhjes së tij. Sporti duhet të jetë shembull i bashkëjetesës dhe barazisë. Kjo është përgjegjësi e të gjithëve dhe mbi të gjitha e institucioneve. Ngjarjet që ndodhen gjatë ndeshjes ndërmjet KB Kumanovës dhe KB Çairit 2030, tha Shahini, janë një kujtesë serioze për domosdoshmërinë e një reagimi të qartë institucional kundër gjuhës së urrëties dhe ofendimeve në sport. BDI po akuzon një kompani sigurimi të afërt me VMRO-n për përgjegjësi për tragjedinë ndodhur në kabarin Puls në Koçan. Sipas Partisë Shqiptare në opozit, qeveria ka për detyrë të japë publikut përgjigje të qarta se apo mbrohet kjo kompani për shkak të lidhjeve të saj me pushtetin, në vend që ta përdor drejtësinë për të goditur kundërshtarët politik. Bashkimi Demokratik për Integrim kërkon transparencë të plotë nga qeveria dhe Ministria e Punëve të Brendshme lidhur me aktivitetet dhe përgjegjësinë e Agjencisë së Sigurimit Rubicon në natën tragjike në Koçan. Albana Mustafa nga BDI thotë se kjo agjenci e afërt me partinë në pushtet ishte përgjegjëse për sigurinë e kabares në Koçan natën kur ndodhi tragjedia që mori 59 jetë të pafajshme. Ndaj dhe për shumë shkaqe, ajo thotë se qeveria ka për detyrë të japë publikut përgjigje të qarta, se apo mbrohet kjo kompani për shkak të lidhjeve të saj me pushtetin, në vend që të përdor drejtësinë për të goditur kundërshtarët politik. Apo mbrohet kjo kompani për shkak të lidhjeve të saj me pushtetin? A është e vërtetë që kjo agjenci i shantazhon kompanitë që të angazhojnë duke u mburur me lidhjet e saj të ngushta me autoritetet e larta partijake? Në vend që të përdor drejtësinë për të goditur kundërshtarët politik, qeveria duhet të japë llogari për dështimet e saj dhe për ata që vërtet mbajnë përgjegjësi për këtë tragjedi. Bashkimi Demokratik për Integrim kërkon një hetim të plotë, të paanshëm dhe të drejtë për këtë rast, si dhe përgjegjësi nga të gjithë ata që kanë lejuar një situatë të tillë të ndodhë. Qytetarët meritojnë të vërtetën, jo lojra politike dhe mbulim të skandaleve. Për këtë çështje ka reaguar edhe nënkryetari i LSDM-s Metodia Ilievski. Ai thotë se tragjedia në Koçan ka zbuluar mangësitë e institucioneve, si dhe rënimin e sistemit të sigurisë. Prandaj, sipas Ilievskit, duhet llogaridhënie, sidomos në krye të Ministrisë së Brendshme dhe Byros së Sigurisë Publike, pa selektivitet dhe pa tentativa për të anashkaluar ata që kanë përgjegjësinë më të madhe. Apo mbrohet kjo kompani për shkak të lidhjeve të saj me pushtetin, në vend që ta përdor drejtësinë për të goditur kundërshtarët politik, qeveria duhet të japë llogari për dështimet e saj dhe për ata që vërtet mbajnë përgjegjësi për këtë tragjedi. BDI kërkon një hetim të plotë, të paanshëm dhe të drejtë për këtë rast, si dhe përgjegjësi nga të gjithë ata që kanë lejuar një situatë të tillë të ndodhë. Qytetarët meritojnë të vërtetën, jo lojra politike dhe mbulim të skandaleve. Prandaj, si shkak pasojë të gjitha ngjarjeve të ndodhura së fundmi, ai thotë se LSDM kërkon dorëheqje dhe përgjegjësi nga kryesia e MPV-s në krye me Pançe Toshkovskin.
Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se 6 pacientë janë kthyer në vend pas trajtimit jashtë shtetit, të cilët u lënduan gjatë zjarrit në diskotekën në Koçan. Sa i përket pacientëve të tjerë që ndodhen ende jashtë shtetit, ministria ka njoftuar se disa prej tyre kanë shënuar përmirësim. 6 pacientë janë kthyer në vend pas trajtimit jashtë shtetit, të cilët u lënduan gjatë zjarrit në diskotekën në Koçan. Prej tyre, 5 kanë qenë në Serbi, 3 në qendrën klinike të Nishit dhe 2 në VMA Beograd, si dhe nga 1 nga Italia. Ministria e Shëndetësisë informon se këto pacientë do të pranohen në institucionet shëndetësore, nga ku janë dërguar dhe sipas lëndimeve të tyre. Jashtë shtetit ende ka pacientë që janë në gjendje të rëndë. Sa i përket pacientëve të tjerë që ndodhen ende jashtë shtetit, disa prej tyre kanë shënuar përmirësim, ndërsa disa të tjerë mbeten të intubuar dhe në gjendje më të rëndë shëndetësore. Në institucionet shëndetësore të vendit mbeten 16 pacientë në gjendje të mirë të përgjithshme, ashtu si edhe gjatë ditës së djeshme 6 në spitalin Shënaumi Ohrit dhe në spitalin e përgjithshëm të qytetit Teq Shtatori, si dhe 4 në spitalet private. Në zjarrin që ndodhi më 16 mars në një lokal nate në Koçani, kanë humbur jetën 59 persona, ndërsa kishte 196 të lënduar që trajtohen brenda dhe jashtë vendit. Mbi 100 pacientë u dërguan për kurim jashtë shtetit, ndërsa ata me lëndime më të lehta u shtruan në spitalet e Shkupit. Pas denoncimit nga punonjësit e policisë se gjatë kontrollit rutin të një automjeti pasagjerësh kanë zbuluar një sasi të konsiderueshme të produkteve të ëmbëlsirave të skaduara, shërbimet inspektuese të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë në bashkëpunim me Ministrinë e Brendshme kanë kryer kontroll në banesën e drejtuesit të automjetit. Policia gjeti 34 pako me të ashtuquajturat produkte Flips dhe 35 pako orizi me shije të ndryshme. Meze dhe produkte të tjera ëmbëlsira është në një sasi prej 250 kilogramësh. Është konstatuar se produktet e gjetura kanë qenë të skaduara, më pas si të pasigurta janë konfiskuar nga shërbimet inspektuese të AUV-s. Siç njoftojnë ata, produktet janë bler nga depo të ndryshme dhe janë ofruar dhe shitur në tregun e Shkupit për shitje të sendeve të vjetra në Maxhari, si dhe në tregun në Shudo Orizares në Shkup. Me rastin e 31 marsit ditës së gjyqësorit të Maqedonisë, Ministri i Drejtësisë Igor Filkov dërgoi një mesazh urimi në të cilin theksoi se gjyqësori duhet të ketë kapacitet dhe njohuri për të ndërtuar një sistem efikas, transparent dhe të përgjithshëm, që do të sigurojë drejtësi për të gjithë. Gjyqësori duhet të ketë kapacitetin dhe njohuritë për të ndërtuar një sistem efikas, transparent dhe të përgjithshëm që do të sigurojë drejtësi për të gjithë. Dhe ekspertiza e gjyqtarëve, prokurorëve publik, avokatëve, zyrtarëve publik dhe të gjithë punonjësve të gjykatave janë vendimtare për drejtësi të shpejtë, efikase dhe të drejtë. Shteti së drejtës nuk duhet të jetë vetëm një angazhim deklarativ, por një realitet në çdo sallë dhe institucion, thekson Filkov. Drejtoria për çështje meteorologjike njofton se moti i ndryshueshëm i Vranët dhe merreshje të kohëpaskoshme shiu pritet të vazhdojë deri të premten. Në orët e pasdites dhe të mbrëmjes parashikohet të mbajë moti i paqëndrueshëm lokalisht merreshje të rrëmbyeshme dhe bubullima në formë stuhie afaqshkurtra, merreshje të rrëmbyeshme më të bollshme dhe erë të fortë. Të shtunën parashikohet të ketë stabilizim të përkohshëm të motit, ndërsa të dielën priten rreshje të reja shiu. Krahas Serbisë dhe Hungaria apeloi kërkesën e gjykatës së Bosnjë-Hercegovinës për lëshimin e një flet arresti të kuq të Interpolit për Milorad Dodik. Javën e kaluar gjykata federale në Bosnjë i dërgoi një kërkesë Interpolit për të lëshuar një urdhër arrest ndërkombëtar
për presidentin e Republikës Serbe për shkak të mos disponueshmërisë së drejtësisë, sepse Dodik po shmang paraqitje në prokurori për të marrë në pyetje. Dodik akuzohet se ka dëmtuar rendin kushtetues ndërsa u dënua nga gjykata në shkallën e parë me 1 vit burg dhe 6 vjet ndalim të vendimit të përfaqësimit politik për mosbesim. Sulmet e Izraelit në rripin e Gazës kanë vazhduar edhe në ditën e 2 të Fiter Bajramit duke shkaktuar viktima dhe të plagosur. Ushtria izraelite shënjestroi një makinë civile pranë spitalit Al-Shifa që ndodhet në perëndim të Gazës. Ata që humbën jetën dhe u plagosën si pasojë e sulmit u dërguar në spitalin Al-Shifa në rajon. Në sulmin ajror izraelit në veri dhe në jug të Gazës në ditën e parë të Fiter Bajramit u vranë 33 palestinez, përfshirë 13 fëmijë, ndërsa u plagosën shumë të tjerë. Numri i personave që kanë humbur jetën në sulmet e Izraelit në rripin e Gazës që nga 7 tetori 2023 është rritur në 50.251. Shikues të nderuar, kjo ishte gjitha që kishim përgatitur për këtë edicion e informativ. Ju falenderoj për vëmendjen dhe mirupafshim.